Dhe vazhdojmë me karakteristikat e plota të shenjës së 9 të zodiakut, që është shigjetari dhe që simbolizon kërkimin për dije, lirinë, aventurën dhe zgjerimin e horizontit personal. Të lindurit midis 22 nëntorit dhe 21 dhjetorit sundohen nga planeti Jupiter, planeti i madh i zgjerimit, fatit, filozofisë, besimit dhe urtësisë. Elementi i shigjetarit është zjarri, ndërsa modaliteti i tij është i ndryshueshëm, duke i dhënë aftësinë për të përshtatur, për të eksploruar dhe për të kërkuar vazhdimisht përvoja të reja. Në astrologji, shigjetari përfaqëson udhëtarin e zodiakut. Ai nuk udhëton vetëm në kuptimin fizik, por edhe në atë mendor dhe shpirtëror. Është shenja që kërkon të kuptojë kuptimin e jetës, të mësojë nga kultura të ndryshme, të zgjerojë dijen dhe të zbulojë të vërtetat të reja. Për të, jeta nuk është vetëm një vend ku duhet të qëndrosh, por një rrugëtim ku duhet të eksplorosh. Një nga cilësitë më të mëdha të shigjetarit është optimizmi. Edhe në situata të vështira, ai zakonisht arrin të gjejë një mundësi ose një mësim. Ka një besim të brendshëm se gjithmonë ekziston një rrugë përpara. Kjo energji pozitive shpesh frymëzon edhe njerëzit që e rrethojnë shigjetarin. Shigjetari është natyre pavarur, ai ka nevojë për hapësirë personale dhe nuk ndihet mirë kur kontrollohet ose kufizohet. Liria për të menduar, për të zgjedhur dhe për të ndjekur rrugën e tij është një nga nevojat më të mëdha të kësaj shenje. Për këtë arsye shpesh tërhiqet nga udhëtimet, eksplorimi, studimet dhe përvojat që e bëjnë të ndihet i gjallë. Një tjetër karakteristikë e fortë është sinqeriteti. Shigjetari zakonisht thot atë që mendon dhe nuk i pëlqejnë lojrat apo manipulimet. Megjithatë, kjo drejtësi mund të bëhet edhe sfidë, sepse ndonjëherë mund të jetë tepër i drejtë për drejtë dhe të lëndojë të tjerët pa e kuptuar. Ai duhet të mësojë se e vërteta ka nevojë edhe për mënyrën e dur të shprehjes. Një nga dobësitë e shigjetarit është padurimi. Ai emocionohet shpejt për ide të reja, por ndonjëherë humbet interesin kur duhet të merret me detajet ose me pjesën e lodhshme të një projekti. Ka një shpirt të madh vizionar, por duhet të mësojë ta kombinojë ëndrrën me disiplinën. Në dashuri, shigjetari kërkon një lidhje që i jep liri dhe frymëzim. Nuk është shenjë që lulezon në marrëdhënie ku ndihet i mbyllur ose i kontrolluar. Partneri ideal për të është dikush që shoqëron në rritje, që ndan kuriozitetin dhe që nuk ka frikë nga aventura. Kur dashuron vërtet, shigjetari është një partner i sinqert, optimist dhe mbështetës. Ai sjell energji, humor dhe dëshirë për të krijuar kujtime të bukura. Megjithatë duhet të mësojë se stabiliteti emocional nuk është kufizim, por një bazë nga ku mund të rritet. Në miqësi, shigjetari është ndër njerëzit më argëtues të zodiakut. Ai sjell humor, histori interesante dhe një energji që i bën të tjerët të ndihen më pozitiv. Ka shumë njohje, sidomos me njerëz nga kultura ose ambiente të ndryshme, sepse natyra e tij kërkon gjithmonë kontakte të reja. Në punë, shigjetari shkëlqen në fusha që lidhen me udhëtimet, edukimin, komunikimin, ligjin, filozofinë, marketingun, sportin, botimin dhe sipërmarrjen. Ai ka aftësi për të parë pamjen më të madhe dhe për të menduar strategjikisht. Kur themi pamjen më të madhe, do të thotë për të parë më tej, është larg pamës, nuk ndihet mirë në ambiente tepër të kufizuara ose monotone. Në financa, shigjetari shpesh ka një marrëdhënie interesante me paranë. Ai beson se gjithmonë do të gjejë një mundësi të re dhe kjo e bën të guximshëm, por ndonjëherë mund ta çojë drejt rreziqeve të panevojshme. Mësimi i tij financiar është të ruajë optimizmin, por ta shoqërojë me planifikim. Kur përballet me stres, shigjetari kërkon lëvizje, një udhëtim, një aktivitet i ri ose një ndryshim ambienti mund ta ndihmojë të rikthejë energjinë. Megjithatë duhet të mësojë të mos largohet gjithmonë nga problemet, por edhe t'i përballojë ato. Nga ana shpirtërore, shigjetari është kërkuesi i së vërtetës. Ai nuk kënaqet vetëm me përgjigje tradicionale dhe shpesh kërkon kuptim më të thellë në jetë. Mësimi i tij është të kuptojë se mençuria nuk vjen vetëm nga kërkimi jashtë vetes, por edhe nga njohja e botës së brendshme.
Këshilla astrologjike për shigjetarin është të ruaj zjarrin e aventurës dhe dëshirën për të mësuar, por të ndërtojë edhe themele të forta. Liria më e madhe vjen kur ke disiplinën për të krijuar jetën që dëshiron.